Përshëndetje. Si ditë e mërkur, data 21, ku kemi një gjashkëndësh që dielli formon me Neptunin. Një kënd që forcon intuitën tonë, na bën të ndërrojmë dhe të gjejmë rrugën e duhur. Jemi më të kujdesshëm dhe nuk si nisim një punë, nuk mund ta lëmë në mes rrugës, na ndihmon fati dhe kemi mundësi. Kjo ndikon pozitivisht tek shenjat siç janë luanët, shiketarët, binjakët, peshorja dhe ujori. Një ndikim shumë i mirë të dhjetë parë dhe 10 janë shumë favorit dhe pse jo mund edhe ata që kanë ascendente. Një çështje që është çështje madhore. Me ndryshime të mëdha, me mundësi të mëdha që do të keni tani tutje, ku juve mund të arrini qëllimin sepse është një kohë e përshtatshme, është një kohë vendimtare për marrje vendimesh në kohën e duhur. Në çështjet që kanë të bëjnë për shembull udhëtimet, bisedimet, bëni nga dreka, sepse është shumë mirë. Por juve që keni për shembull për bërë një udhëtim, sepse ndikimet planetare që ju jepet të mundësi kanë të bëjnë me diellin, kanë të bëjnë me hënën, kanë të bëjnë me mërkurin, sepse si ditë e mërkur që është, u jepet mundësia këtyre shenjave dhe shenjat e ajrit që është peshorja, për shembull që ka një udhëtim ose ka një shtyrje gjyqësore, dhe ka, nuk e diskutoj unë, se është dhe mundësia, dhe është një moment që ata dalin të fituar. Nuk është problemi tyre kjo, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë dhe i artë në këtë fushë dhe është koha më e mirë e mundshme mbi ndryshimet dhe marrje e vendimit të rëndësishëm. Në anën tjetër, nëse doni një mesazh, të dërgoni mesazh në kohën që jemi live, ata kemi të butonin këtu. E klikoni, ndiqni ato hapat siç e shikoni atje dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe në kohën që jemi live. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, me qenë se dashi duket se ka pasur një problematik vogël tani në këtë periudhë, por kjo bën që jo vetëm që keni pasur çështje të pazgjidhura ose gjëra që nuk kanë ndikime ose gjëra të punës, por unë shikoj që është diçka shumë e mirë dhe tepër e mbar. Dhe mundësit janë të mëdha në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet që do të keni, janë ndryshime fantastike në fushën e karrierës, fushën e punës, në fushën e biznesit, dhe është një kohë shumë e mirë dhe e artë. Në çështjet që kanë bëjnë me ekonominë, kanë bëjnë me vendimet të rëndësishme, jeni gati të përgjigjeni sfidave që ju presin, janë favorite dhe mund të dilni shumë të fituar në ekonomi. Kurse në dashuri, një kujdes të vogël do bëni me akrep, edhe pse keni pasur probleme, janë probleme të kalueshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, duket se demi ka një ndikim shumë të mirë dhe një ndikim pozicionim të planetave që u jepet mundësia dhe koha e artë në anën e biznesit dhe të kohës së tyre. Por meqense është çështja ekonomike financiare, në mënyra dhe mundësia që kanë bëjnë në lidhje me anën e financave, një ndikim shumë i mirë, por do të thotë që ka të bëjnë me një anë lidhje me biznesin më tepër, sepse gjithmonë demi arrit në funksionin e tij, në vendin e tij, në kohën e vet dhe pse jo, ka një çështje që duhet të zgjidhet pikërisht tani. Por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse mundësia që ju jepet tani në këtë periudhë është kohë e përshtatshme në vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të dhjetë të parë, me akrep të dhjetë të tretë, duke se janë të mbara. Pak vëmendje do të bëni me luan të dhjetë të dytë, sepse ka të bëjë shumë me ekonominë dhe vendimet që merren. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, duket se kanë një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë, është periudha që vërtet juve surprizoheni, sepse është një ditë shumë e mirë, një ditë fantastike për sa përket çështjeve që lidhen me biznesin, për sa përket çështjeve që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duket të mbara.
Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e gafores. Në lidhje me gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi të ardhë të gjitha shenjat, por juve keni pak më të ndikuar për sa përket çështjeve ekonomike financiare, sepse do nisni diçka të re tani tutje, një biznes të ri, një takim që do bëhet tani tutje, është momenti juaj, është koha juaj më e mirë e mundshme, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse rrallë herë qëllon, që ju keni pasur mundësira dhe tani e shfrytëzoni për të mirën tuaj, është koha më e mirë dhe tepër pozitive, do shikoni që gjërat do jenë shumë të mbara tani e tutje. Ndikime planetare që u japin mundësinë në anën e punës suaj, në lidhje me shumë ndryshime, takime, vendime të mira që mund keni, dhe një takim i rastësishëm mund të jetë një ndikim shumë i mirë tani e tutje. Kurse në çështje që kanë të bëjnë me anën e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme përciat, do ta zgjidhni. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Çfarë ndodh me luanët? Për sa i përket luanëve, luanët duket se një nga mundësitë më të arta që keni, një diçka që është shumë pozitive. Luani duket se ka gjithçka në fushën e biznesit, fushën e karrierës, dhe mundësi të reja që do të jenë tani në tutje. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me akrep, duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Virgjëreshat në fakt, edhe pse kanë pasur mundësi, domethënë në lidhje me ndryshime, në lidhje me karrierën, se shumë janë për karrierën, por është një moment tani, një moment që vërtet të tjerët ndaj jush janë treguar zullumqar në fakt, por një nga ndikimet më të mëdha që do të keni tani e tutje, një çështje që është favorite, mund quhet në plot bindje, është një kohë shumë e përshtatshme në ekonomi dhe në stabilizimin e saj, momentet që kanë bëjnë në ekonomi, në punë, në karrierë sidomos është më e mira e mundshme, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshores. Për sa i përket shenjës së peshores, meqenëse peshorët duket se kanë pasur një ndikim shumë mirë tani, por edhe pse një ndryshim mes asaj që bëhet, mes asaj që është realizueshme, në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe me lidhje me punën sidomos, keni një takim që do gjeni zgjidhje, ku është koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimet dhe ndryshimet që do të bëhen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me peshk duken të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë akrepët. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi shumë të mirë në biznes, në çështjet e biznesit, në karrierë, në ndryshime të mëdha që ata kanë. Por kjo varet se sa juve jeni të gatshëm të përgjigjeni anës ekonomike ose disa problemeve që mund keni pasur, por është një mundësi e mirë që sepse edhe për punën, edhe për karrierën juve ju bën të ndjeni superior në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me gjëra të tjera. Por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, akrepët të dashur, bëni pak kujdes me gaforet sepse mund keni pasur një problem, por është i zgjidhshme tani në këtë periudhë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se kanë marrë stafetën në dorë tani e tutje. Do shikoni edhe vetë sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me disa ndryshime madhore i them unë për anën e punës, sepse kjo periudhë është periudhë e qartë në ato që bëhet, e mirë në ato që kërkohet, vendime që mund të merren dhe periudha ku ndodhin fenomenet është një diçka shumë e mirë, tepër pozitive, por në momentet që ju keni në anën tjetër është ndryshimi më i madh që mund bëni në fushën e biznesit dhe në fushën e karrierës sidomos, është koha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të ditë shpar, ujor të ditë shitret është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e bricapëve. Për bricapët duket se momenti që keni tani tutje juve, duket se ana pozitive e
karrierës është shumë pozitive dhe shumë ideale. Në çështjet e punës të karrierës keni dy gjëra kryesore ju, por në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me vigëreshë dhe me dem është idealja, edhe pse keni pasur problem të largësie jo megafore, por jeni shumë afër të këtë ditë kaq të rëndësishme. Vijojmë tek shenja radhës, janë ujorët. Përsa përket shenjës së ujore, meqenëse ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë periudhën e tyre, kanë momentin e tyre për zgjidhur problemin, për zgjidhur gjërat që ata duan, por është edhe një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në anën e tyre, duke pasur parasysh kohën, momentin, ndryshimin, marrje vendime të rëndësishme në kohën e duhur, sepse është puna që mund të ju ndikojë në anën tuaj, ju ndikon në fushën e biznesit tuaj, por edhe momentet ideale që keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë me punën, kanë bëjnë me biznesin, kanë bëjnë me ndryshimin e madh, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në anën e karrierës. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem të dhjetësit parë, me ujor të dhjetësit është perfekta, edhe pse ujor me ujor kanë ndikime shumë të mira, sepse kanë planete të ndryshme, ujori i dhjetësit parë me ujorin e dhjetësit tretë, planeta dini këtë gjë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe ujor të dhjetësit të tretë është ideale. Shkojmë tek shenja radhës, janë peshqit. Përsa përket shenjës së peshqeve, duket se peshqit tani në këtë periudhë, duket se janë në dilemë përsa përket punës së tyre, përsa përket disa vendime që mund të marrin, por jo vendime tragjike, se ju dini se si mund shkojnë ose se mund vënë gjërat. Peshqit gjithmonë janë një hap para sa çka ndodh, një hap para sa çka realizohet, por dhe mundësi të reja që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep, duket të mbara pak vëmendje me ujor të dhjetësit të parë, sepse këtu është pak problematika ose mënyra se si vijnë gjërat, do të pasur kujdes. Nuk është puna se mund të prishet një ekuilibër ose diçka tjetër, por është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve dhe të çështjeve ekonomiko-financiare. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj dini shumë mirë çfarë bëhet dhe ku doni të arrini. Prandaj mos u shqetësoni fare. Kto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht datës 21 maj të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë do të edhe një herë faqja roz atje, ku e shikoni aty, e klikoni dhe mund të sillni paketën tuaj, duke se paketën tuaj dhe numër për kartës të blerjes, shkoni te sekretaria, e shikoni direkt aty, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që jemi live, doni të dërgoni një mesazh, atëherë keni këtë butonin këtu, e klikoni atë, se së shpejti do kemi dhe me telefonata. Dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin në kohën që jemi live me live përgjigje. Gjithashtu edhe gjatë ditëve ditor, prashime ditore, juve e shikoni edhe vetë sepse merrni edhe përgjigje. Buongiorno pulla. Gjithë mirë.